Ekonomia shqiptare po orientohet çdo ditë më shumë drejt llaçit, tullave, kullave shumëkatëshe, shitjes së pronave me çmime që rriten disa herë më shpejt se kostot e ndërtimit apo se pagat e shqiptarëve. Bazuar në të dhënat e Institutit të Statistikave, pesha e bujqësisë në prodhimin e brendshëm bruto po zbehet vit pas viti, duke i lënë vendin sektorit të ndërtimit dhe aktiviteteve të pasurive të paluajtshme. Për vitin 2024, pesha që zinte bujqësia në strukturën e prodhimit kombëtar ishte 15.45%, ndërsa ndërtimi ishte 11.9% e pasurit e patundshme 4.95%. Pra këto dy të fundit së bashku e kalojnë bujqësinë për peshën që zën në prodhimin kombëtar. E përkthyer në vlerë, prodhimi i brendshëm bruto vjet arriti në 25.1 miliard euro, ku gati 3.9 miliard euro ishte kontributi i bujqësisë, ndërsa për dy sektorët e tjera të ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme arriti në 4.2 miliard euro. Kriza në sektorin bujqësor është thelluar edhe më shumë në 5 vjeçarin e fundit dhe për këtë faktorët janë të shumt, nga financimi i pamjaftueshëm, skema e TVSH që favorizon importin, emigrimi i popullsisë nga zonat bujqësore deri tek puna e fokusuar në makineri të vjetra. Referuar shifrave, në një dekadë pesha e bujqësisë në prodhimin e brendshëm bruto është kurrur me afro 4%, ndërkohë që rënja vijon edhe përgjatë këtij viti. Vjet 15.45% e prodhimit vinte nga bujqësia, nga 19.12% që ishte në vitin 2014. Por jo vetëm bujqësia në rënje të fortë me mbi 3 herë, është edhe pesha që ka industria nxjerrëse, nga 3.99% para një dekade në 1.1% në fund të vitit të kaluar. Sektorët që prodhojnë ekonomi, mira vende pune dhe kontribut në prodhimin kombëtar prej vitesh janë në krizë e përpasoj po ndikojnë negativisht edhe në rritjen ekonomike. Me 2.6% ra bujqësia në 6 mujorin e parë të këtij viti në raport me vjet dhe 3.7% u tkurr industria. Për ekspertët, përqendrimi i ekonomisë në sektor që nuk prodhojnë të ardhura e punësim nuk garanton qëndrueshmëri. Aktualisht bujqësia punëson 432.000 persona, ndërsa ndërtimi ka vetëm 93.000. Pak ditë më parë, Banka e Shqipërisë sugjeroi që të merren masa strukturore nga institucionet për të fuqizuar sektorin e bujqësisë.